siguroj, të cilët janë të arrestuarit. Përshëndetje Kasandër, në fakt në qytetin e Durrësit ka pasur disa kontrolle që prej paraditit së ditës së djeshme, ku disa prej zonave ku është kontrolluar nga ana policisë janë pikërisht zonat periferike të qytetit të Durrësit, siç është zona e Stallmonit, zona e Nishtullës, por edhe në zonën e Shjakut ka pasur kontrolle të shumta, sikundër edhe në lagjen numër 1 të qytetit bregdetar, por edhe në lagjen 17, ku sipas informacioneve që disponojmë aktualisht janë vënë pranga 2 persona, një shofer autobusi i linjës Durrës-Trieste, si dhe një avokat në qytetin e Durrësit, i cili më herët ka mbatur edhe një post në administratën shtetërore. Ndërkohë që një tjetër personazh i një grupi kriminal është gjithashtu i shpallur në kërkim, por nuk kemi ende informacione nëse është bërë apo jo arrestimi i tij. Sa kaq që operacionet vazhdojnë që të zhvillohen edhe në këto momente që ne po flasim, ku në disa zona të ndryshme të qytetit bregdetar po vijojnë kontrolle të imtësishme, sidomos në për banesa dhe në për kapanone të ndryshme në periferi të qytetit të Durrësit, kur forca të shumta policie ndodhen aktualisht në këto zona dhe po krejnë të gjithë zonën, por edhe po ushtrojnë kontrolle në për këto ambiente të cilat unë i përmenda pak më parë. Ndërkohë, Leonida, për të ndalur pak së bashku edhe tek një tjetër zhvillim në qytetin e Durrësit, pak pas mesnatës, forcat gjenjere kanë bërë një shpërthim të kontrolluar të një sasi eksplozive. Çfarë ke mundur të mësosh? Në fakt është një ngjarje e cila krijoi panik në qytetin e Durrësit në orët e vona të mbrëmjes së dielme, pasi në lagjen numër 1 dhe konkretisht pranë Velierës, të vendit të quajtur Veliera, u konstatuar një sasi e konsiderueshme lëndë plase, e cila ishte e montuar me një celular të vogël dhe ishte gati për shpëtim. Ishte vendosur në cep të një trotuari pranë një pallati në vendin e quajtur Veliera. Është konstatuar nga banorët e zonës dhe nga kalimtarët e rastit, të cilët ndodheshin në ato momente në vendin e ngjarjes. Është lajmëruar policia dhe më pas pasi është vendosur një perimetër pothuajse në të gjithë zonën dhe janë evakuar të gjithë banorët e lagjes dhe personat të cilët kalonin në këtë pjesë të qytetit, ku për rreth 1 orë e 40 minuta forcat Xhenios kanë bërë të mundur kontrollin e kësaj sasie eksplozivi dhe më pas kryen edhe shpërtimin e kontrolluar. Policia e Durrësit është angazhuar maksimalisht për këtë ngjarje, ku pothuajse në të trija lagjet, në lagjen numër 1, në lagjen numër 2, por edhe në lagjen numër 4, ku e prek kjo zonë, le të themi ky segment të rrugor, kanë kontrolluar të gjitha kamerat e sigurisë për të kuptuar se prej nga cili automjet është lënë kjo lëndë plase. Pasi është përjashtuar fakti, Kasandra, që kjo lëndë plase të ketë rënë nga një automjet i cili lëvizte në ato zonë, por mendohet që kjo lëndë plase të jetë hedhur nga një person i cili lëvizte me automjet dhe nuk mund të ketë qenë një lëndë plase vendosur në një automjet dhe ka rënë pikërisht në këtë vend të qytetit të Durrësit. Si informacioneve që unë kam deri në këto momente, mendohet se ky mund të jetë një mesazh që mund të jetë në adresë të dikujt i cili mund të banojë në zonën në të cilën është gjetur dhe lënda plase. E kuptoj. Të falenderoj, Leonida, për raportimin e drejtë për drejtë.